Shqipëria po shkon drejt objektivit për sovranitet të plotë energjetike brenda kësaj dekade, tha kryeministri Edi Rama gjatë prezantimit të projektit për Parkun e Energjisë së Erës në Tropoj. Ky projekt, investimi i kompanisë amerikane CVP, që është lider i energjisë së rivonueshme në Evropën Juglindore, do të ndikojë në uljen e ndjeshëm të varësisë nga importi, tha kryeministri Rama. Edhe ky investim shkon në atë drejtim strategjik dhe në rrugën e përmbushjes së atij objektivi të madh strategjik për ta bërë Shqipërinë një vend sovran në prodhimin e energjisë. Ne kemi pasur për një periudhë gjatë një varësi të plotë nga uji, pra nga shiu, dhe në ndërkohë kemi trashëguar një sistem me aq shumë të çara, saqë kur na ka munguar shiu, na është dashur të dalim në tregun ndërkombëtar dhe të blejmë sasira të mëdha me çmime të kripura, ndërkohë që kur shiu ka ardhur me shumicë, kemi parë që shumë nga kjo vlerë potenciale, që është uji, të derdhet edhe jo vetëm të mos kthehet në energji, po të shkaktojë edhe dëme ndonjëherë të jashtëzakonshme. Koha kur Shqipëria duhet dalë në treg për të blerë energji, po shkon drejt fundit dhe ne do të jemi në kategorinë e atyre jo shumë vendeve që gëzojnë pavarësitë plot kur vjen puna tek prodhimi i kësaj lënde vitale për organizmin e një shteti. Parku eolik në Tropoj, me një kapacitete prej 600 MW, i mbështetur edhe nga Komisioni Evropian, konsiderohet një nga projektet më madhore energjetike të Shqipërisë. Më herët, përfaqësues të qeverisë e kanë cilësuar si ndër më të mëdhenjt në Evropë. Deri në 2030, qeveria synon të diversifikojë portofolin energjetik me atë të rinovueshëm nga era dhe dielli, që pritet të arrijë në vlerën e 30% të prodhimit të brendshëm energjetik në vend.